Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për muajin gusht, për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit korrik sepse ende s'ka përfunduar, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do fillojmë me energjinë, si do jetë ky muaj për shenjën tuaj. Atëherë kemi të bëjmë me energji, me kartën e vdekjes, energjia shenjës së akrepit, energji të shenjave të tokës dhe energji të shenjave të ajrit. Në fillim të muajit shoh një lloj transformimi shpirtëror. Ju sikur do rilindni, do keni ndryshime të mëdha në lidhje me dashurinë, me njohjet ose me lidhjet dhe marrëdhëniet tuaja. Shoh ndryshime, do lini mbrapa vështirësitë që keni pasur deri në këto momente dhe shoh që ju presin surpriza pafund. Ju dëshironi të ngjisni shkallët, të harrini një lloj stabiliteti. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë. Do ndjeni më të sigurt në veten tuaj, sepse shoh që do keni një fillim të ri, keni surpriza në lidhje me dashurinë, një njohje të re dhe do ndjeni shumë të sigurt, do keni më vetbesim në lidhje me një njohje që do bëni, me një fillim të ri në dashuri ose në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet, mund të jetë një punë e re, një partneritet, një bashkëpunim ose diçka tjetër. Por gjithsesi shoh ndryshime të mëdha dhe shoh që ju sikur do ngjisni shkallët më lart edhe nga ana ekonomike. Do merrni disa para dhe ju shoh që keni kaluar shumë stres, shumë tension për një kohë të gjatë, sepse jemi te energjia e ajrit, te 10 e shpatave. Keni qenë në një situatë si në mes të detit, në mes të dallgëve, por unë shoh që ju çliroheni dhe nga kjo situatë, i jepni fund, një çlirim në lidhje me këtë gjë dhe fillime të reja. Dhe janë dy energji këtu që e tregojnë këtë gjë, ku ju mbyllni diçka për të filluar diçka të re, dhe aty keni surpriza, ndjeni shumë të sigurt, me shumë vetbesim dhe jepni fund tensioneve dhe stresit që keni kaluar për një kohë të gjatë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, energjitë shenjës së peshqve dhe energjitë shenjave të ajrit përsëri. Gjithsesi është një javë ku në fillim të javës ju shoh që ju do përqendroheni te humbjet që keni pasur në të kaluarën. Mund të jetë humbja e një dashurie, humbja e një lidhje, një marrëdhënie, por dhe humbje të ndryshme që mund të keni pasi nga ana ekonomike, ose edhe në lidhje me mund të keni humbur një vend pune, një partneritet, një bashkëpunim. Gjithsesi këtu ka këshilla, keni mundësi, sepse shoh që keni oferta të tjera në lidhje me dashurinë, oferta në lidhje me punën dhe me bashkëpunimet, thjesht dilni nga kjo energjia e humbjes, sepse jeni përqendruar kaq shumë te kjo gjë sa që nuk shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë gjatë fillimit të javës së dytë. Dhe në mesin e javës dytë unë shoh që dielli do shkëlqejë, ju do ndjeni më mirë në lidhje me gjithçka, do ndjeni më të lumtur, do keni sharm, do keni shkëlqim. Dhe shoh që do jeni shumë të lumtur në lidhje me një dashuri, me këto mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë. Si në lidhje me një njohje që dëshironi të futeni, në rastin tjetër ju mund të shkoni dhe me pushime dhe të ndjeni të relaksuar, të ndjeni të lumtur me familjen, me fëmijët tuaj për pjesën tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ju do keni shkëlqim, sharm, do ndjeni shumë të lumtur, shumë të gëzuar gjatë mesit të javës. Por mund të ndjeni të gëzuar dhe të lumtur dhe në lidhje me punën, me këto mundësi dhe oferta që do t'ju vinë gjatë javës së dytë. Por në fund të javës së dytë ju shoh në një energji ku keni nevojë të qetësoni, ju shoh të lodhur psikologjikisht, keni nevojë për një pushim,
Duhet keni kujdes në lidhje me disa tensione që mund të keni gjatë fundit të javës, ose ju vetë mund të ndjeni të tensionuar në lidhje me diçka. Dhe këtu shoh që keni nevojë vërtet për një pushim, dhe kjo ka lidhje më tepër me anën psikologjike, për të pushuar dhe për të qenë ndoshta duke shkuar me pushime, sepse jemi te energjia e diellit këtu, aty sigur keni nevojë të pushoni, të merrni këto pushime, të qetësoheni për veten tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë në javën e tretë keni të bëni me energji të shenjave të zjarit, përsëri energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të ajrit. Në fillim të javës, ju shoh që jeni në pritje, mund të jeni në pritje të një udhtimi për të shkuar me pushime. Mund të jeni në pritje të një përgjigje në lidhje me punën, me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme që keni, por dhe në pritje të udhtimeve. Mund të jenë udhtime të gjata, mund të jenë udhtime për pushime, por mund të jenë edhe udhtime pune. Gjithsesi, shoh që keni ndryshuar këndvështrim në lidhje me gjithçka, do filloni të mendoni ndryshe, të shikoni gjërat ndryshe dhe do filloni të bëni plane afatgjata gjatë fillimit të javës së tretë. Dhe në mesin e javës tretë ju shoh përsëri në pritje. Jeni në pritje të diçkaje, ndoshta në pritje të një përgjigjeje për të shkuar me pushime, në pritje të një përgjigjeje nga fëmijët tuaj, në rastin tjetër në pritje të një përgjigjeje në lidhje me një punë që mund ta keni nga një qytet në qytetin tjetër, nga një shtet në shtetin tjetër. Por ju shoh që jeni të vendosur në qëllimet tuaja, ndryshoni këndvështrim dhe është një energji fantastike. Por në fundin e javës tretë, ju shoh që nuk e di, por do ndjeni në dilema. Sigur do ndjeni pak konfuz, nuk jepni dot zgjidhje situatave, ndoshta në pritje me një përgjigje që ju do prisni gjatë javës 4, dhe këtu do futeni pak, sigur do mbyllni syt, nuk dëshironi të shikoni gjërat qartë, dëshironi të mbroni veten tuaj në lidhje me diçka, ose ju do jeni shumë mbrojtës ndaj vetes tuaj gjatë fundit të javës së tretë dhe nuk do harrini dot të jepni zgjidhje, sepse ju shoh që jeni në pritje të përgjigjeve, bëni plane afatgjata, por në fund të javës do jeni në këtë energji. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Atëherë në javën e 4 ju shoh që jeni do filloni të ndërtoni diçka, ose ju do keni një ofertë shumë të mirë gjatë javës 4, edhe pse bini pak të trishtuar nga kjo energjia e fundit të javës së tretë, ju përsëri ju vjen një ofertë. Mund të jetë një ofertë, një përgjigje që ju prisni, por ose ju refuzoni diçka, mund të refuzoni një dashuri, ndjeni konfuz në lidhje me një person, jeni në një pritje të një përgjigje nga ky person dhe kjo ju ka bërë që ju të bini pak të trishtuar, por unë shoh që kjo kupë emocionale nga ky person është duke ardhur drejt jush. Ndërsa në lidhje me punën, edhe aty, për gjithë ata, ose në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që keni, do ndjeni pak konfuz, do bini pak të trishtuar gjatë fillimit të javës 4, por gjithsesi unë shoh që aty një dorë nga universi do t'ju mbështesi, do t'ju ndihmojë në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju do keni. Dhe kemi energji të shenjave të ujit, kemi energji të shenjave të ajrit dhe energji të shenjave të ujit përsëri. Ju shoh në të ftohtë, si në të borë jeni, nuk e di, por ndoshta do ndjeni mungesën e një personi, të një dashurie, mungesë parash për një pjesë tjetër, ose ju ndjeni shumë të lodhur, dhe këtu flasim ndjeni të lodhur psikologjikisht, dhe ju shoh si në të borë, në të ftohtë. Por gjithsesi unë shoh këtu që është një angjëll mbrojtës që do t'ju mbështesi në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Për gjitha ato që ju nuk mundeni të jepni zgjidhje, nuk mundeni të jepni drejtim. Unë shoh që keni mbështetje nga universi, keni oferta shumë të mira, një angjëll mbrojtës është aty për ju, ndoshta mund të keni dhe momente të vështira gjatë mesit të javës 4, por në fund të javës 4 ju shoh që largoheni, i lini mbrapa të gjitha këto situata që mund të keni. Një situatë në lidhje me dashurinë, ku ju do ndjeni shumë të ftohtë, të akullt, do ndjeni jo mirë, do ndjeni si në të borë, por shoh që
një energji e lartë nga universi do t'ju mbështesi, universi do jetë me ju, dhe ju do t'i lini mbrapa gjitha këto situatat vështira që keni kaluar, për të marrë një drejtim më të mirë për veten tuaj. Dhe shoftë si kur fati aty do ndryshoj për ju, do meni një drejtim më të mirë për veten. Atëherë është një muaj fantastik, sepse kemi rilindje, kemi transformim shpirtëror, kemi ndryshime të mëdha, ju do harini të ngjisni ato shkallët më të larta, me vetbesim, me siguri në veten tuaj. Shoh që do çlirojni nga çështjet dhe situata që ju kanë stresuar dhe tensionuar për një kohë të gjatë, duke bërë një fillim të ri. Do keni oferta dhe pse jeni të përqendruar në çështje dhe situata nga e kaluara, dhe shoh që dielli, dhe kjo është energjia e qendrës, jemi te energjia e shenjës së Luanit, por kemi dhe energjinë e peshqve këtu, tregon që ju do filloni, do keni sharm, do shkëlqeni, do bini në sy, do jeni shumë shoqëror, do jeni shumë karizmatik, dhe shoh që ju dëshironi që sepse shoh aty mund t'ju jetë bërë një padrejtësi, se nuk e thash më përpara, ose ju mund të keni disa tensione, por do jeni në zbritje këto tensione. Ju do largoheni dhe do t'i lini mbrapa. Dhe ju shoh në pritje të përgjigjeve, ndryshoni këndvështrim, mund t'jeni në udhëtime të shkurtra ose të gjata, për pushime ose për punë. Thjesht dilni nga energjia e dilemave, ndiheni konfuz, doni të mbroni veten, por një dorë nga universi përsëri do t'ju mbështesi. Do futeni në një energji të ftohtë, ndoshta ju do ndiheni, nuk e di sigurin në mes të borës, të akullit këtu, por një fytyrë, një ëngjëll mbrojtës ju vjen dhe ju mbështet në çfarë do lloj situate që t'jeni. Dhe në fund të muajit largoheni nga çështjet dhe situata që ju kanë sjellë ndoshta tension dhe stres për një kohë të gjatë. Dhe marrim një mesazh nga ëngjëllit dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëherë, jemi te energjia e ajrit, ju jeni një energji ajri dhe ju thot ka ardhur koha, thot të largoheni dhe të bëni një pushim, të pushoni për veten tuaj. Lereni kohën, thot, para se të merrni vendime në lidhje me gjithçka, në lidhje me një dashuri, mund të shkoni me pushime, keni nevojë të pushoni, është koha që vërtet të bëni një pushim dhe pastaj të mendoni dhe të merrni vendime në lidhje me një dashuri, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ose në rastin tjetër në lidhje me çështje dhe situata. Nuk tham që këtu mund të kenë të bëjnë edhe me shëndetin, me anën shëndetësore, në lidhje me studimet, në lidhje me dokumenta të ndryshme, por gjithsesi është mirë që kjo qetësi pastaj do t'ju sjellë edhe zgjidhjen e problemeve, thot, në çfarë do lloj situate që ju t'jeni. Atëherë është një muaj fantastik edhe për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj përsëri një muaj të mbar, një mbazditje sa më të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj video.